Por unë mendoj që gjë më e saktë për të thënë në bazë të informatave që kemi sot dhe shoh që në shtypin shqiptar, në median shqiptare dhe në disa portale të Parisë të Tiranës ka shumë spekulime dhe bëhet shumë zhurmë duke krijuar një lloj amullie mbi atë çfarë mund të ndodhë dhe çfarë do të ndodhë. Ajo që dim është kjo, që zoti Dumanit i mbaron mandati, pra vizita e zëvendësdimës sekretarit të shtetit ka të bëj shumë dhe me të, ka të bëj dhe me vazhdimsinë e SPAK-ut, kush do të jetë nën kontroll, kush do të jetë mekanizmi kontrollues i tij, dhe deri më sot ka qenë, se mos harrojmë që për një kohë shumë gjatë rrogat e larta të antarëve të SPAK-ut dhe të gjithë organizmave mbështetës paguheshin jo nga shteti shqiptar. Deri para pak kohë, nuk kam informacion në muajt e fundit, po deri para pak muajsh paratë e rrogave vinin nga burimet jashtme. Kështu që Paria e Tiranës është në këtë lloj përballje që duhet parë se kush do të jetë kryetari i ri ose personi që do të drejtojë SPAK-un në vitet e ardhshme, dhe kjo është njëra pjesë e medaljes. Pjesa tjetër e medaljes është që fatkeqësisht duhet ta themi këtë, pavarësisht se mua nuk vjen mirë që e them. Po ti marrësh të gjithë antarët e Parisë Tiranës, nga më i larti deri tek më të vegjëlit, duke filluar edhe nga opozita që sot bërtet për korrupsione të tjerë, po ti marrësh një nga një, janë i kanë të gjithë dosjet mal me veprime korruptive me qeverinë aktuale. Nuk ka nevojë të shkojmë mbrapa në vitet 2007, 2005, 2009 ose 2009-2013. Krerët e të ashtu quajtur opozit kanë marrëdhënie të vazhdueshme me antarë të kësaj qeverie, kanë tendera të marrë gjatë kësaj qeverie, kanë marrë para gjatë kësaj qeverie. Pra, torta e Parisë së Tiranës, e cila është e mbushur me parat e shqiptarëve, me gjakun e shqiptarëve, ndahet me marrëveshje në mes tyre. Kështu që Paria e Tiranës vepron bashk. Unë e kuptoj që është e vështirë për shumë kënd që ka luftuar në llogore dhe në istikamet të dyja palëve, si në krahun e majt ashtu edhe në krahun e djathtë, ta pranoj këtë. Po si ka mundësi, ne kemi luftuar që ta luftojmë Sali Berishën nga njëri krah, ne kemi luftuar që ta luftojmë komunizmin nga krahu tjetër. Këta kanë punuar bashk. Qëllimi i tyre i vetëm ka qenë pasurimi, dhe SPAK-u ka nxjerr vetëm një pjesë shumë të vogël. Dhe po nxjerr zonja Balluku ka disa vite që është zëvendës kryeministre, ka dorë në tenderat më të mëdhej të qeverisë. Por zonja Balluku ishte ashtu siç thuhet nëpër media, ka qenë një nga promotorët e nxjerrjes së sekreteve ose të rrobave të palara, siç thuhet anglisht, të ish kryebashkiakut Veliaj, dhe unë dyshoj shumë që ish kryebashkiaku Veliaj ka kundërsulmuar në një farë mënyre për të rritur presionin mbi kryeministrin në mënyrë që ai të shpëtojë vet. Por këta janë të gjithë të korruptuar, këta kanë vjedhur, këta i kanë duart me gjak shqiptarësh, dhe është e pamundur që ta të mos kenë bashkëpunuar bashkë. Që nga reformat zgjedhore e të gjitha llojet e tjera, bashkëpunimi i tyre është i ngushtë, sepse vetëm kështu ata mund të mbajnë kontroll. U ndala tek dora amerikane dhe pjesa perëndimore, duke qenë se ka zëra, por ende jo të konfirmuar zyrtarisht, se Belinda Balluku ka krijuar shqetësim edhe tek aleatët sa i përket aeroportit të Vlorës. Dhe në këtë rast koka e Belinda Ballukut po kërkohet si kokë turku nga Edi Rama, apo mund të jenë edhe NATO në këtë rast, apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra sepse është kthyer në një shqetësim sa i përket pjesës së aeroportit Vlorës, mënyrë se si është dhënë me koncesion e të tjerë. Shikoni, unë mendoj se ju duhet thënë e vërteta troç shqiptarëve. Shqiptarët nuk janë budallëj, nuk duhet i trajtojmë si dele që hanë çdo lloj tagjie propagandistike. Nuk ka asnjë shans në botë që një ministër, një zëvendës ministër, një drejtorie, e më poshtë as që diskutohet, të ndërmarrë një veprim të madh korruptiv pa pasur të paktën një mbyllje sysh me vullnet të plot nga maja e piramidës. Shteti shqiptar funksionon në mënyrë piramidale, nuk ka asgjë që nuk i kalon poshtë syve, nën zë, pa e kuptuar kryeministrit, që është pavarësisht se nuk është numri 1 i shtetit në hierarkinë reale, është njeriu me më shumë pushtet në shtetin shqiptar, në mënyrën se si është organizuar shteti sot. Kështu që në qoftë se kryeministri thot
njerëzve, i thot shqiptarëve që unë nuk e dija se ç'është bërë në hundët e mia, është duke gënjur haptas po ju trajton si dele. Kjo i përket Edi Ramës sot, që u bën gati 20 vjet që është në pushtet dhe të gjithë korrupsioni ndodh nën hund dhe ai nuk e kupton, po i përket edhe Ilir Metës që është sot në burg, i përket edhe Sali Berishës që po i afrohet burgut në një moshë të thyer fatkeqësisht për të. I përket të gjithë atyre që kanë drejtuar shtetin shqiptar. Është e pamundur që të ndodhë gjë pa e ditur i pari i shtetit, sepse shteti shqiptar funksionon në mënyrë të tillë që ka lidhje nepotike, në mënyrë të tillë që ka disa shtresa të informacionit që i kalojnë kryeministrit, është shiku që i raporton kryeministrit, janë shërbimet e huaja që i japin informacion kur ju duhet kryeministrit. Pra, asgjë nuk kalon nën hundën. Zonja Balluku nuk mund të kishte vepruar nëse ka vepruar në mënyrë korruptive, dhe këtë do ta vendosë gjykata pas gjykimit, nuk mund të kishte vepruar pa Edi Ramën. Është e pamundur. Ashtu si në 21 janar, nëse do të bëhet Kok Turku Lulbasha që ishte ministri i brendshëm, nuk mund të kishte vepruar pas Sali Berishën. Ashtu si në çdo lloj veprimi tjetër korruptiv nuk mund të kishte asnjë lloj veprimi të ndërmarr. Këta kanë gjetur mënyrën korruptive që thonë vendimin e mori Këshilli i Ministrave, sikur Këshilli i Ministrave të ishte në i çun lagje që e ka shpinë Kecepi. Këshilli i Ministrave është një organ që vendos me vullnetin e plotë të kryeministrit. Kryeministri i merr vendimet përpara dhe i sjell në publik për ta miratuar ministrat që të heq përgjegjësinë ligjore, por në çdo vendim të Këshillit të Ministrave është dora e njeriu që e drejton atë, dhe të gjithë kryetarët e shtetit shqiptar janë deri në fyt miliarda dollar dhe euro, si doni numërojeni, janë të vjedhura nga qeveritarët shqiptar që mungojnë sot në llogarit. Unë jam i bindur që Spaku do t'i hyjë, ose ta them në mënyrë më pak të fortë. Shpresoj shumë që Spaku t'i hyjë deri në fund dhe të vazhdoj, por në çdo rast përgjegjësia bie, jo vetëm politike, përgjegjësia penale duhet bjerë mbi kreun e qeverisë. Ashtu siç duhet bjerë mbi Sali Berishën, ashtu siç ka rënë mbi Ilir Metën, siç do të bjerë mbi çdo kënd tjetër që ka vjedhur parat e shqiptarëve, nëse do të ketë drejtësi. Nëse nuk do të ketë drejtësi, dhe kjo do të jetë pjesë e farsës së radhës, ku këta bëjnë sikur dënojnë njëri tjetrin dhe nxjerrin koka turku, atëherë unë gjykoj që jemi në një moment shumë delikat, sepse nuk e di se sa më mund të mbaj popullata, se u bën pak si shumë, domethënë, pavarësisht se nëpër media nxjerrin njerëz që thonë mirë kemi pensionin, kjo është pjesë e mendësisë marrëzisë kolektive që ka kapluar shumë kënd, por edhe marrëzia kolektive ka një kufi. Dhe ai kufiri pastaj nuk është fort i këndshëm, siç e keni provuar në 97-ën, dhe ndoshta edhe më keq se sa aq mund të bëhet. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë ronditëse duke thënë që Edi Rama ka kërcënuar hapur prokurorin e çështjes së Belinda Ballukut, duke i thënë se si guxon ai që t'i bllokoj pasaportën zëvendës kryeministres. Dhe sipas Berishës, prokurori është përgjigjur në të njëjtën monedhë se edhe vetë Rama është i përlyer i tëri. Në këtë rast, kaq i fuqishëm është Edi Rama sa që të kërcënoi prokurorit e Spakut, por nga ana tjetër apo i afrohet laku edhe vetë kryeministrit në këtë rast, dhe sa kapacitet ka vetë Spaku për ta goditur Edi Ramën? Shikoni, duke filluar nga ajo që thash në fillim, që këta janë gjithë bashkë, analiza e veprimtarive ose e të thënieve të përditshme të Sali Berishës, edhe në këtë moshë të shtyr ku njeriu duhet kishte ruajtur pak dinjitet, është fort e thjeshtë. Sali Berisha, sipas analizës atyre që thot 10 të vërteta dhe 2000 gënjeshtra mbi to. Dhe mbështetet të 10 vërtetat për të shtyr fort 2000 gënjeshtrat që thot sipër. Pra, është e mundur që ai të ketë informacion, sepse ka rrjetin e vet informativ edhe brenda shtetit, gjë që hedh poshtë faktin që ai s'pas ka asnjë lloj pushteti, se derisa ka rrjet informative di se ç'bën kryeministri, diku ka ca leva pushteti, dhe ky njeriu pa pushtet që ka humbur disa zgjedhje me radhë.